Shqiptarët janë njohur me vendin e ditës. Ka ndonjë ndryshim që ka nuk është shkuar ose ka një mendim për ta ndryshuar ose për të para njërë, më falni para se të shumë i përshtuar janë gjithë këto plete e fshatrave, nga këto gjithë plete fshatrave ka të kryetar, ka bëgjenisu kanë ardhur. Nuk e di, me kemi njërtuar dhe dhja, po gazon e shikotje dhe shumë i zënë mosë të bëgjë një ka ardhur. Jo, po vjeva, të të dhja. Në rëpete e zonës, në Zagoria është vetëm i sheperi. Nuk e di qa mendimin kanë shqiptarë fillimisht me gjejnë pikat e rrëndë ditës e kemi në fund të problemeve të rrëndishme. Mendoj që takimi dhe bisedën me kryetarët e fshatrave nuk e di nëse jemi dakord të marrim pikën e parë të rrëndë ditës. Shumë të bëjnuar të nga dojnë dhe një punë. Ata në qëse në njëri ka dëshirë të rritë dojnë fund të dhejës shqipë bashkës. Qa më një gjeni? Dakord një. Ajo pika e pare dhe një vitës, duke e ditur është mendim për miratimin e raportit dhe vlerësimin e trashëgimit të shtatmesin të të ardhur dhe vitin 2027-2029. Pika e dytë është informacion nga sektori të bashkisë në gjendje në situatën pastërëse në territorin bashkësor dhe masat e marrë për përmirësimin e situatës. Pika e tretë është vendimi relacion për një shkesë dhe vendimin 79 2024 dhe Këshillit të Bashkisë për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2025. Pika e katërt është projekt vendim me relacion për caktimin e kriteret për përfitimin e ndihmës ekonomike të fondit të bashkisë nga fondi 6%. Pika e pestë vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga 6% për muajin dhjetor 2025. Miratimi i rregullues së brendshme dhe shërbimi për asistencën shqiptare për materialin për atë fondacionit të zakonisht të fondi të tjerë. Pika e shtatë është informacion mbi raportin e performancës së bashkisë ligjore për vitin 2024. Ndërsa materiali nuk shpërfaqësohet për arsye të mundërimit të informacionit nga në takimin problem dhe ndryshme dhe në takimin e edhe që një nga të gjatë, vazhdojmë takimin e të tekst, apo të vazhdojmë pikën e partë dhe një. Me kryetarët e fshatrave kanë pas dhe probleme në teren, me këto përmbajtje probleme, këta i njojnë në mirë situatën atje të bashkëpunëtorë, po të dëgjojnë dhe jetë ta drejt për drejt. Kryetar. Po. Unë do t'i bëj një pyetje sekretarit të Këshillit. Sekretari, po patjetër. Ani në mbledhje apo pa mbledhje? Është për rendin e ditës. Unë pyeti që unë nuk parashkas me ato. Jo, mirë. Është realizuar shtypja e librit më të drejtë. Po. A janë njohur këshilltarët që përmjet kësaj ti bën njoftimin dhe materialet për mbledhjen e Këshillit? Dhe me cilat pika nuk janë njohur? Jo, me të gjithë materialin nuk janë njohur. Si? Me të gjithë materialin nuk janë njohur. Cilat pika nuk janë njohur? Pika e tretë. Po? Pika e shtatë. Po? Dhe pika e tjera. Jo, dhe tjera janë, për i lezoj. Pika e dytë, të bëj. Ato pika i heqi. Pika e dytë, tretë dhe shtatë. Ato pika i heqi. Atëre kryetar, për t'i dhënë edhe rëndësi vetes tonë si këshilltar, për t'i dhënë edhe një mësim atyre që duhet të respektojnë të gjitha këto, ne mendim që këto tre pikat i heqim në renditës. Tjetër çfarë mendimi nga? Dhe tjetra jam dakord me pikën tuaj që megjithëse na kanë ardhur kryetarët e fshatrave,
Edhe unë do t'ju uroj mirëseardhje, pasi është mbledhja e parë që na vjen, përsi se s'është. Megjithatë nuk ma do mënja se kam faj, se këtu kur nuk na vjen administratorët në shof, jo më të na vjen kryetarët e fshatrave. Kjo është mungesë përgjegjësie, nuk e di se është rasti këshillit, që është organ vendimmarrës, që është dhe nuk vjen. Megjithatë është tjetër çështje. Tani vendim tjetër në qytetarës? Nuk e. Ere, për pikën e tretë, projekt vendimi i relacion për një shtesë vendimit numër 79 2024 i Këshillit Bashkisë për miratimin e buxhetit Bashkisë së Bogër për 2025. Ky material ka muar. Ky material Janë 3 materiale të sekretarit. Dhe të tretin, ky është ai para, pika e para është rektor. Qa pika e tretë? Është pika e dytë që mungon, pika e tretë dhe pika e shtatë, sipas sekretarit. Pika e dytë është në relacion mbi gjendjen situatës së rreshtë shafotën. Pika e tretë, relacion mbi shtesë vendimin numër 79/2024 Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit Bashkisë së Bogër për vitin 2025. Nuk janë njohur kështu. Ky është i panjohur. Po. Për këtë bëhet fjalë. Edhe për pikën tjetër, informacion mbi raportin e performancës së Bashkisë së Bogër në 2025. Dakord, pra. Po për të parë ti dhe propozoj për të hequr nga redititës. Shumë. Para se të marr vendimin e Këshillit Bashkisë nga administrata e Bashkisë, ky projekt vendim mund të na sqaroni çfarë problemi ka? Dhe sa rëndësi ka që ne ta marrim në rëndë ditë sapo dai. Se vetë fjalë në po, kryetar. Pika 3 sekretari. Çfarë rëndësie ka? Pika 3 është bëhet fjalë programin e performancës i cili ka ardhur për miratimin dhe shpërndarjen e tij. Realisht në sektor përkatës ende nuk e kemi materialin gati për të parë se ku do të përgjithësoj dhe ku do të shkoj. Paraprakisht e dim, por nuk kemi një relacion të mirëfillt gati. Bëhet fjalë për blerjen e një betonjere. Po. Fondi në total ka vlerën 2.813.957,23 lek, nga të cilat 1.258.426 lek janë nga burimi mendshëm dhe 1.555.530.46 lek janë nga burimi huaj. Të dyja këto fonde do të përdoren për blerjen e betonjere sipas nevojave që ka Bashkia Libovo për rritjen e infrastrukturës dhe menaxhimin e saj. Realisht në sektori përkatës nuk ka mende një relacion të detajuar me vendetimin e përkatës për të detajuar dhe blerjen dhe të shkojë. Kjo do të kalojë ndoshta për mbledhjen e radhës. Ne do ta kasim në parim tani paraprakisht. Ndoshta në mbledhjen e radhës do kemi informacionin të gatshëm. Nuk të bëjë sjarim për rëndësinë e kësaj rrute? Çfarë të bësh? Një sjarim për rëndësinë e kësaj rrute? Jo. Marrë qytetar një pastaj në bëjë. Bërti do të bëjë administratës, ku kemi ne? O, nari. Mirë Marcelo, nari. Kja bëjë administratës të na I binde si shduaj e na I s'kishë probleme. Nari. Po ne mos të donatori. Nari. Jo. Në lidhje me sqarimi që bëri Marcela, për shtesën në buxhet në AL për emergjencë që kanë për betonierje. Nuk bëhet fjalë për buxhetin e trashëguar ose bilanci financiar që ne kemi lënë në miratimi I muajit kaluar dhe të bëjmë analizë me fytyrë dhe pastaj të bëjmë planifikim për buxhetin për investimet apo për të gjithë pjesën tjetër të buxhetit.
Nuk e di se sa e qatë ka qenë Marcela, nëse keni ashtu tjetër. Ne s'kemi gjë tjetër, problemi është që s'ka relacion, nuk ka preventiv për katës, nuk ka informacion 5 ditë para. Nuk tani, mos ndoshta kjo shtesë që ka ardhur, nuk e di si e tha shefja financës, gram për performancën, po që se ka ardhur 6 ditë para dhe Rahimi s'kishte apo administrata, nuk e kishte kohën dispozicion për ta bërë këtë gjë, hajta marrim ta diskutojmë të lëmë kohën e duhur. Po, në moment nuk e dim që atate ka ardhur për fund. Tani, kur administrata i ka kohën e dur, dhe nuk begenisti bjeri, përse nuk shke liqin? Kështëtarë nuk kanë asnjë informacion. Raportin e performancës. S'kemi informacion. Po, për raportin e informacion për raportin e performancës bashkisë Ligor 2024. Cila është arsyeja që Marceli këndë në ndërë? E ka Armando si raport. Zëta? Armando. Kush është Armando? Më duhen mua emrat. Mu dhe materiali nuk është përcjell në paraprakisht. Tani, unë po them pse arsyeja pse nuk është përcjell. Jo, është përcjell, nëse to rrjetës nuk na ka ardhur kryetar, është përcjell si material, si kërkesë domethënë për të marrë planifikimin, për të probleme. Po s'është përcjell materiali vojoj. Nuk është, po, nuk është sjell, nuk është bërë Po për dorëzim. këtë nuk themi se sa kemi në rreth e ditë sa keni, po materiali i përcjellës për performancën nuk është përcjell. Tani arsyeja pse është përcjell ti kujton qytetar. Se ka Armando apo e ka kush e ka ku diun se më lart, zgjuar të dinë. Vetan, sa për të qartësuar pak këtë. Informacion ka ardhur për pikën e parë. Për raportin e vlerësimit të parashikimit të afatmesëm, 1. Po ajo la edhe mund të isini kur bënim vetë administratës ato gjëra. Dhe të mbarëm njën e kemi në këshirë. E dyta është relacion mbi situatën e rreshjeve, që fillojnë në rreshjet dhe në drejton e bashkisë. Domethënë, pika 2 do të rajim ka informacion. Relacion tjetër për përcaktimin e kriterit për fitimin e ndihmës ekonomike nga fondi 6%. Domethënë, pika 4 ka informacion. Për përcaktimin e kriterit për fitimin e ndihmës ekonomike nga fondi i bashkisë 6%. Po, përsëri pika 5 ka informacion. Përdhëmjen e ndihmës ekonomike është rregullore e brendshme për asistencë sociale, edhe kjo ka informacion. Dhe ngena do dy dhe shkojnë në pak informacion. Kjo është relacioni dhe kështu. Relacion mbi dëmë dhe shkaktuar nga rreshtet e bujqësi, gjë të cilës është në rendin e ditës, por lypja me iniciativën e tij personale pranë qoftë e ka bërë informacioni. Pra, vetëm për këto ka. Për pikën 7, për pikën 3 nuk ka informacion. Po. Në këtë moment kur të bëhen gati, i kalojmë në mbledhjen e këshillit. Po që mendim kam këshillar? Po kujtë. Ndërë kryetar. Ajo që thua do të kemi është në drejt, po ka dhe situata emergjente. Nëse një që kërëshë që ka pju për të makinën betoniere, kjo është një investim që do realizojë. E mira është që ta miratojmë sepse shtyrja fati do të shtyri një muaj më vonë. Tani në procedurat burokracit i dim. Kjo është një diçka që kjo makina është shumë e lakmuar për ne, edhe bashkia ka shumë punë në teren për të bërë. Përruar të realizohet një ore më parë, vendimi tim. Sepse janë shërbime ne e dim tani që materiale kemi të rezervuar akoma dhe bashkia do të vinë eficiencë dhe të realizojë ato investimet që kemi për të realizuar.
sepse shtyre një muaj pastaj jo tenderimi, jo ajo, jo këto, viti 12 muaj ka. Kështu që të paktën mos vi pengesa nga ana jonë, domethënë këto shtyrjet nga një muaj, sepse burokratësit marrin kohën e tyre, kështu që ne s'do arrim dot t'i realizojmë ato investimet të cilat janë planificuar. Ky është mendimi tim. Faleminderit. Tjetër kush e do bëj? Bëj një pyetje këtu me që se ngrita mos i problem. Kujto, çfarë informacion ke ti që ne nuk e dim për këtë vendim? Një kjo. Edhe e dyta. Cila është situata emergjente? Cila është situata emergjente? Do me e para, çfarë informacione ke ti për këtë gjë? Jo, i foli shefja që do para bet fjalë për cilat ajo ka bërë projekt vendim për blerjen e makinës betonere. Apo Ku janë? Ku i kemi informacione? Kur kanë ardhur për fonde? Çfarë datë kanë do ardhur? flasë ajo tani, ajo ka thasë informacion se ti thes kemi pranocim për të vendim. Ajo do flasim çik. Unë mos e ti thua ti kalojmë, si ti kalojmë? Pa i Do flasë ajo se bëj pushim edhe ta bëjmë materialin. Tani situati, hajde të vazhdojmë me burokracinë. Atëherë si kryetari i grupit të jetë kërkon pushim një orë, të bëjmë gati dhe këta, të njihemi dhe ne dhe hajde ta Kalojmë kalojmë. ato pika për cilat jemi të. Ta kryetari grupi për të punë. Dakor. Kalojmë këto pika për të cilat jemi të qartë dhe mendimi im është që ti shëbe komunitet tani ne mos bëjmë atë o bura tani të shpime dhe vjem rëbi. Se shpim ne, kush e shpim njerë se? Po ka dhe situata emergjente tani, mos themi kemi që dhe Tiranë. Po në do të bëjmë dialog midisini. Dakor, ma i kemi. Tani ai da me Po mbledhje këshillësh në të më. Jo, në mbledhje këshillësh, po nuk e bëjmë dialog me një. Pra atje mendimin tënd, ai da mendimin e tij. Narti kur do. Do të bëja edhe mesharin që pak nuk kemi në qartë dhe antarë e këshillit. Dhe vetë fjalë për grandin e performansës. Gjysma e fondit vjen nga qeveria dhe gjysma vjen nga donatorët. Ajo çfarë kërkohet që të kalohet sot? Është që të kalohet në parim që ky fond përdoret për këtë. Thjesht është momenti që duhet të vendoset një emër se ku do të Destinacioni. ku do të destinacioni. Ky është në pjesën e materialit. Mendimi tim që të kalohet në parim që ky fond përdoret në të drejtë. Dhe dhe gjithë nuk mund përdoret në shërbimet administrative, në për pagave, në për shpërbime. Ndërsa mund të përdorim ku do që të kemi nevojë ne si administrator. Ajo që çfarë ne kemi të nevojshme, çfarë duam që ta përdorim, është që ta kanalizojmë tek pjesa e rrugëve rurale. Rrugët rurale, çfarë kemi që ne kemi bazë materiale akoma që kemi të magazinuar, dhe arsyeja që nuk e kemi tregur është vetëm kjo që të pakën edhe për shkak të rreshjeve që nuk punojnë dot, por pakën mos kemi të njëjtën situatë siç performuam herën e parë. Herën e parë e patëm një eksperiencë që morëm një betonierë që morëm me qira. Në fundit, përdesa janë këto fonde. Është e mira dhe gjithë e bashkë këto fonde mos operojmë prapë me marrë me qira, se diçka që lepun e herën dhe nuk angeret në fund produkti fare. Përdesa e kemi këtë. Kemi menduar që këtë fond ta kalojmë për të blerë të mirë, të nevojshëm për bashkinë. Ajo thotë denari është e nevojshëm pjesën e sjelljes së dokumentacionit që ne jemi duke e përpjeguar e duke e përfunduar. Po marrim përsipër pjesën e asaj veri që për denari që duhet të ishte kjo, po për shkak të disa studimi e treguara dhe çfarë kemi diskutuar herën e parë me që dështuam për pjesën e derës së betonierë, arsye sepse kemi dështuar. Duam që të patëm të mos dështoj për këtë radhë. Por ajo çfarë kërkohet tani në momentin është që patëm ky Miratimi destinacionit. Me po tjetër. Ka e mendime të Ta një pyetje, në çfarë datë ka ardhur kjo shkresa? Mund ta dim. Sa? Me datë dhjetor. Me datë dhjetor. E kishte menduar ta kalon me trashëguara. Para javës së kaloi erdhi Unë mund të mendoj shumë tjera, por ligji si e thotë. Jo, ligji nuk na detyronte, por donatorët na detyrojnë. Donatorët thonë që më duhet brenda
muajt janar, Po destinacioni. mirë, nga dhjetori deri tani 2 kish letër, këtë që tha kryetari Megojse, për mua mënyra si shpreh kryetari shumë grise. Dhe ju si administrat nuk të njohat që të bëni 2 kish letër, të respektonit edhe këshillin për këtë gjë. Dhe të thoshit që ne nuk e kemi bërë studimin e tregut, për të ndjerë me sakte për të vazhduar procedurën. Ta mbaroj se nuk e. Nuk e kemi bërë studimin e tregut dhe nuk vim me vendim përfundimtar apo me projekt vendim përfundimtar. Por vim vetëm me një mendim, që për mendimin tim nuk ka nevojë për në këshill, sepse është direkt e kryetarit dhe thotë unë do bëj këtë gjë dhe ne e miratojmë, s'është asnjë problem. 2 kish letër dhe të thuhet, meqense këto fonde vinë këtej, ju si administrat, i propozojmë këshillit që këto fonde të vënë për këtë gjë të ky zë. Dhe në një mendim të dytë, që të mbaroj procedura komplet, mund ta bëjmë. Tani ju vini dhe na ofendoni në një mënyrë të tillë dhe kërkoni nga ne me kuptimin tonë dhe thotë që hajde ta bëjmë me mos bëj pengesë. Unë nuk bëj pengesë. Po unë vlerësoj vetë time. Pra, 2 kish letër në kryetari me të buzëqeshjen e bukur që bën tani të ironi, atë që tha kryetari mund të shkruaj edhe unë isha dakord. Financa ndaj karu. S'ka punë financa me atë gjë. Me kë nuk ka punë financa? Nuk ka punë financa me Për atë gjë. destinacionin e fondit? Fare. Po, Zgjeshi është me dashamirësi, jo me ironi, se deportove tre në botën e Evropës. Mbrojtjen e diplomës kujtim në Universitetin e Parë ka marrë psikologji. Edhe e kam në psikologji kujtoj dhe ishte tamam, do të thotë më të tërë. Universiteti kishte montuar, montuaj kishte vetëm demonstrata. Tani ti ke bërë kohë të kujto të dhirat e leshta bashkë, mos i gatrose, unë e di gatruar kohë. Ne mos e ngacë çka Kohën e ta mbaj arsimin, se unë e di era dhe e RPT-a. po, bërdi. Ja. Fakt. Po nuk ja di dot kohën atje, se i thënë kohën do, po kur e ka kohën. Nari, Se mora vesh. Jemi në universitet e ju në Greqi. do bërdi. Ky grant i performancës është bazuar në performancën e bashkisë. Ka pas disa përgjigje, sa bashki ka marrë më shumë, se ka pas kritere financiare si ishte taksa e pasurisë, përgjigje e realizimit të buxhetit, dhe diçka tjetër, edhe planet e menaxhimit, si menaxhimit. Ky është, ju keni pasur edhe një plan për buxhetin, vetëm plan social, që ndjen time mos gaboj. Sepse çdo plan ai pyet për një më shumë. Pa jetë këto para shumë do kohë nesër. Ishin disa plani mbetje dhe plani integritetit dhe me radhë. Ishin plani social dhe ato kritere financiare. Tani, në time duhet të kenë ardhur nga shteti se gjysma që nga buxheti i shtetit, gjysma që nga donatorët nga ne, nga qeveria ministeriale, së donatorët tjerë. Tani donatori ka një kusht, që ti livrori se mund të që nga mishërit e nga të jetë provar. Donatori ka një kusht, duhet të di për çfarë do përdoren. Sigurisht ka një kushte që nuk mund të përdoren për pa nga shpërblime dhe historia e sipër. Dhe do të di për çfarë do t'i përdoren, që ti livrori. Pastaj ato tendrat, specifikimet, kërkurimet, është histori tjetër. Por ata duan të dinë sa më shpejt të livrojnë lekët pos manuale. Për çfarë do t'i përdoren. Këtë në ta dhe kryetaris. Ti mund të thash ti kemi sjellë ne gjithë. Po, ju sjell apo votacion që kanë sjellë rrugë faleminderit. Si me dalë vetëm për të shitur. Na sjellën e para. Na sjellën e Bazuar mbi Ne këtu administrata thotë që ne do bëjmë këtë program atë të sociale si që kjo. Këshilli ka miratuar një fond për atë gjë, e ka permetuar bashkia, pse s'u dhe ti? E ka sjellë puna e këtyre. A është fondi performancë? Nuk e në rregull të pozicion. Çfarë vërë të Po nuk do të skemi para, bën një plan sa të duash. Edhe një herë, po të për para, pa shikoj një bashkë të tjera se ke edhe çik më shumë. Po kam performuar më mirë. Ah, bravo. Atëherë, po që se ti vjen dhe thua për këtë mbështet tjetrën. Mbështet trajnimin e administratës, si të paktën të realizohet realizimi i buxhetit në ato për parametra që kërkohen. Të mos vi me 30 e me 49%. Bëni këtë gjë. Nari, e ka të qatë bërdi, po duhet të në ndërmoni për. Problemi është që edhe qëndimi këtënari, po veqemi një shqiptarë, në ligë në përësimi, liga materiale, është problem vërtet që qëndron, dhe shqiptarë duhet të jenë në vjeni këtë punë e gjëni dhe ndosha në ndërsimi, problemet e tjera, kanë ardhur deri këtu, por unë, në ndimën tim janë dakord që ne duhet ambiatorë, jo sepse nuk kanë një drejt për ato, kanë e kërkon që materialet duhet t'i kenë dispozicion shqiptarë, 5 ditë përpara,
Këshilltarët nuk duan të dinë se çfarë problemi ka administrata. Por arsyeja për të cilën ne flasim tani, që do të bëjmë pengesë, por parimisht për ta miratuar, ishte shumë më e thjeshtë në rast të komunikimit. Bëhet shumë e vështirë në mungesë të komunikimit me këshilltarët. Megjithatë, këshilltarët kanë dhënë, kam mendimin që parimisht ne e mira që ta miratojmë, sepse nuk po miratojmë përfundimisht një vendim për buxhetin dhe për investimet në total, po është specifike vetëm për këtë punë. Ne kemi vuar të herë të tjera me do çka komentoi pak më shumë kujtuave në mënyrë të nderimit e numerik me procedurave. Problemi është që mos mendoni që këta nuk ka. Me mirë që ne mos diskutojmë këtë pjesë, por diskutojmë problemin që e rëndësisë që ka ai miratimi ka. Nuk e dina li unë... Ja, një mendim o kryetarit në këtë të mos flasë për se fërë. Me vërtet me kritikat e tua dhe vërtet në nuk ta kaloj. Unë nuk ta kaloj fare dhe të ajme e ditës, problemi është që ne do ta kaloj prapë. Ta s'postojmë, mendimi, ta s'postojmë në fund të rendit të ditës, e ka kore administrata të vejta të bëjë një relacion, këtë që ta kryetari me gojtën, a i beri me relacion të shruar propozimin dhe ta diskutojmë. Po që se nuk përtojnë, se ne mund të përtojnë në renda shkruar. Tani që mendim keni edhe unë jam plotësisht dakord me mendimin e tim, ne keni fillimisht kemi të komunikimin me kryetarin. Nuk besoj se do jetë një problemi madh. Në momentin e duhur, kalojmë në një pikë tjetër të renditës edhe kandidaturë. Dakord jemi këshilltar me dëni? Kalojmë në pak me këtë, urdo. Nga pjesa e administratës do kërkoja që se cili këshilltar ta kishte të dokument në dosjen e vet, sepse nuk është në asnjë dosje të këshilltarëve. Se kemi fare. Edhe kjo, e pra ta kishim. Se kemi asnjë. Ta kemi ta diskutojmë në fund. Një, e para dhe e dyta, raporti performancës as të nuk është shikoj tek. Atë diskutuam. Jo, pika e fundit. Po, më nuk e kemi. Pika e fundit dhe pika e tretë. Jo, nuk është e plot. Raporti performancës nuk është dy faqe. Nëse që po të shëtuar. Jo, nuk është ky raporti performancës. Kur ta diskutojmë, thua që nuk është ky, po është ai. Tani në pikën e rendit. Jo, se duhet të parapreja që të kishin kohë për ta sjellur. Ta sjellim ata. Do vazhdojmë pikën e parë të renditës, komunikimin me kryetarin e pranishëm dhe në të kohë administrata edhe përgatitet aksionin më të rëndësishëm. Në pikën tjetër që do ta diskutojmë, ku kemi radhë, ka të ketë materiali përkatës për ta pasur edhe në dosjet e këshilltarit. Dakord? Nadi dakord? Po. Are vazhdojmë me kryetarin. Ne mendojmë që në mbledhja e parë e Këshillit të Bashkisë dhe pas 2-3 vjetësh menduam që kishim të pranishëm të tërë kryetarin. E vërteta në një mbledhje të po përlat, e në i problemu? Ne menduam që në mbledhjen e parë të Këshillit të Bashkisë tam që të kishim prezent edhe kryetarin e fshatrave. Përveç me një arsye për në mënyrë që jo vetëm për të vlerësuar, por edhe për të na vlerësuar dhe ata për të kërkuar nga ne ndoshta aq çfarë mendojnë ata. Në lidhje me problemet, me hallet, me çfarë mendimi kanë në lidhje me fshatrat e tyre të katës. Kur është përdar duke një pjesë e konsiderueshme këtë gjë me sa duket të prezent. Dy gjëra kanë këtë mes, ose nuk e vlerësojnë vetë rolin e Këshillit të Bashkisë, ose nuk vlerësojnë rolin që ata kanë në administrimin e territorit të tyre dhe mbullimin me komunitetin e vet. Përgjegjësia e tyre mirë nuk na vjen, por megjithatë ne do vazhdojmë me ta që janë në kush e do fjalën nga po. Unë është ere parë që vinë në përgjë. Mese dhe kushtet tona janë shumë të vështira. Nuk dhe halli kemi dhe probleme kemi. Kryetar, do më kërkoj një sekundë, do më kërkoj 10 sekundë.
Mendoj që kur lëm kryepleti bënë një prezantim të edhe me sinofë. Po vazhdo. Dim të kujt janë. Okej. Unë uroj një vit të mbarë, i sukseshëm edhe këtë vit ta nisim një gjithë me ca rregulla, me ca probleme që kemi dhe ne si fshat. Unë së pari duhet të flasim gjithë për problemin që kishim këtë periudhë që kaloi me rreshtet e shiut, kemi pas probleme, kemi pasur have. Disa i kemi kaluar, edhe i kemi te kaluar. Kemi pasur probleme serioze. Na ndihmuar dhe bashkia dhe ai djali administratori, kemi ndënjur në edhe me orë të bona, kemi bërë një orë në një situatë shumë të vështirë. Megjithatë nuk përfundon me kaq kjo punë, se ka dhe probleme tjera. Tani ju shikoni fshatrat këtu afër, patjetër do të shkoni do, po dhe duhet të jeni një sy dhe ande nga neve, të patë diçka të bëjmë. Unë jam akuzë dhe me kryetar Menardi, disa herë na ka ndihmuar, na ka ardhur në ndihmë më aq sa kishte ai në dorë për momentin e caktuar, për momentet që kishte. Edhe e kemi zgjedhur. Por unë do thosh një problem që ka fshati ynë, që kemi diskutuar edhe me tyja, edhe me Nardin, keni ardhur në fshat, kemi llafosur problemin e Vorrezare. Është për të ardhur keq. Që fshati ynë të katardisën me këtë tjetër. Dhe me bukur është se një privat, një biznesmen ka punuar dhe ka bërë një pjesë të Vorrezare, edhe ka bërë tamam ashtu siç duhet, edhe pjesa tjetër që kemi neve si fshat, si bashki, nuk është bërë asnjë gjë. Është bërë dorë me baza vullnetare. E ke parë dhe ti asim, dhe s'po bëjmë asnjë gjë. Prandaj këtë vit, them unë, ma doj qefi dhe mua, që të dalim ballë hapur dhe ka shi fshatit. Të kemi dhe një qip prezent, që bashkia me gjithë më ndihmon. E shkoj puna Vorrezare sheferit. Dhe të për murin e thos? Kur dhe për murin e thos. Është bërë një pjesë, e ka bërë një privat, atë një biznesmen, e ka bërë goxha mirë, ke punuar dhe ne ka vënë, administratori ka vënë njerëz. Mi po ta nuk janë zana që ti neve konsumam, një kur gjende me krenarin që edhe bashkë, dhe konsumam, ata pa bëjnë nga keqja. Tani dua veçinet edhe që ku i gjenë që të dërgosh bazë materiale edhe punën ta bëjnë vetë. Tjetër problem kemi problemin e ujit. Tani bashkë juve nuk e keni atë punë në ujit, se varet nga drejtori tjetër, po bashkia do të ndërhyjë, këshilli do të ndërhyjë. Prapë kemi llafosur bashkë. Nuk mund t'i kërkosh do fshatarit të bërë një punë vullnetare atje, që në kuar e parë, 40 milion lekë për kishë e fshatit. Nuk mund t'i kërkosh gjithmonë fshatarit 5 lekë, 5 lekë se bëhet dhe hule autoriteti nuk ka fare. Atëherë të bëjmë pastaj si në kohë përpara punë vullnetare. 45 milion lekë është harxuar në kishë të fshatit, vetëm fshatarët kanë paguar. Se ra kisha atë, edhe u bë një gërmadë atje. Prandaj duhet të ndërhyjnë dhe juve për problemin e ujit, si do rejtë punë e ujit. Vajti një kohë gjatë, ta kanë thënë njërë, në fshat nuk flasim me gojë njerëzit, vetëm punë e ujit. Deri në orën 10 sa ka ujë, nuk flasim me gojë fare. Janë të zënë, janë të çorentuar. Dhe ka mundësi që të zgjidhet. Thënë po të bëhet një bisedë me drejtorin e ujrave, thënë se do zgjidhet. Këtë ka biseduar dhe me Nardin, disa herë. Ka ndërhyrë, ka bërë, ka maso dhe ka vatë atje, më kanë thënë dhe ata një ka ndërhyrë, po tani duhet të shkojnë në mënyrë zyrtare, shtet. Dhe problemin e fundi kemi problemin e dritave. Por e ka njëri nga bashkia e këtë vijë atje të vërë një dhanë në Bërshtulla, apo të vejnë njerëzit të mbeten në... Se ka pas historikë zakoria, i ka mas njerëzit dhe ka mbetur në Bërshtulla dhe ka mbetur. Ndryqimi rrugor. E ka po ndryqimi rrugor. Anda fosë edhe me administratorin, disa herë, se atje jemi çdo ditë. Kemi vatë vetë, ka lamba. Unë nuk e pranoj atë punë, vej të bërë vetë lambat. Të vej të bërë panelin vetë.
Prandaj do të shkojmë bashkëria të vonë. Dhe fundi fare që kanë gjashtu, edhe në ardhim ata, duhet të marrim një që ne do të rregullojmë grupet e fshatit se janë bërë në ujë tani në mënyrë, të them në mënyrë për rrugët e fshatit, janë bërë grupa aty në këto kisha unë. Mirë, faleminderit. Jetë mirë. Po, hajde. Në problemet kryesore që kemi nga problemi i rreshjeve gjeranë të fshatit, kemi disa rrugë të fshatit brenda. Janë bërë të pakalueshme. Problemi drita që kemi, drita i rregulluar. Ato që bërna përbërë nga fshatit, ato i takojnë në bashkisë. Kemi rrugën e fushës, nga shqira tani nuk kalojnë do të asmjete, asgjë, duhet që të hapim kanalet. Po su hapën kanalet dhe të herës bazat, po që të herës. Kemi disa mure, kemi janë një murë të vareve që kanë tani të behe tani që mos vazhdoj të pjerim të tepër. Gjatë tira shqesu të kështu në labur, kemi padu, ka që shumë. Shpem nga problemi i rreshjeve tani, pa hapën sa punë e rrugë, kemi një, ato që kam thënë e kapitetuar dhe me kryetarin, kemi një derë të shkollës. Tani e ka bashkia, e ka arsimi, e futen qënë, futen drejtë për në atjerë, vetëm atë. Që tjetër, nërë si fshatë nuk kemi një problem kaq me tani për tani. Nuk e parë, nuk e bërë bësaja. Këto që s'ka më një. Neve tani probleme kemi rrugën kryesore. Ato me asma kemë hapur gropa. Ura ushtarake do në prapa ato videt. U punua me ato po qep materiali, njën, sajnë ato, i kohë. Ndryqimi në fshatë, në tha jo ta bëjmë me kapët, ndryqimi ashtu është akoma. Vendosë ato të mbina nga ta të shkollave të atje poshtë, shtrojnë qatë, sa të betë betoni pak, të shtrojnë qatë, të heqim qizme, se veshë prap qizme da. Varezat, e ne kemi problemin e tërës e varezat. Ajo dera ka në fare. Hynë, kash atje, hynë. Jo, kishe shumë. E kishe në me po shkëputur ajo, është thyër. Edhe rruga, që do të në varezat, jede e saj të qatë. Tjetër, shkolla nuk ka dru për të qarë. Dru, s'kam dru. Janë dru të trasha, janë pa qarë, s'kam dru të të mërëtë. Keni dru, po si keni të qarë? Po. Ato dritat e fshatit, ato herë, vizen, herës, vizen. Më shkurt. Shkurtar. Që kemi për latit? Latit vjetë me në gjëri tjetër. Unë jam më i njëri, më... Vjetë do mbledhje. Do mbledhje pra në shkollë. Po, pa tjetë. Unë kam problem hapësira publike. Në qofë se ju nuk i zbatoni, unë do i këti diku më të tjerë. Të vatre kulturës, të shkolla dhe mundësimin e njëzire fshimit. Kam 2 vjetë që po e përshkoj. Problemi tjetër janë rrugët. Ato rrugët që thamë për të shtruar me beton. Dihet, ajo. Problemi tjetër është sinjalistika e të qesë. Para 10-15 ditëve e papu një problem në dori një grua në rruga të Gime Kulla. Se nuk ka asnjë lloj sinjalistike. Do të ketë që në repe,
në fush, në fermë, në lagje të poshtme, në lagje sishme, të ketë një drejtim. Dhe nuk është asë në GPS, bile unë jam të akuar dhe në deputetin, në ardhje të shumë, me tërmet të gjithë, për këtë punë. Këto janë probleme kryesore. E kam një kryetari, s'kam komitetin. Këto janë problemet më kryesore që unë jam një shkënjër në këto 10 vjetë. Nuk është bërë asnjë lloj gjë. Çfarë? Nuk është bërë asnjë lloj në këto. Se nuk është zbatuar asnjë në këto që thash. Edhe rruga e re është të tjerë. Çfarë nuk është zbatuar se të se kuptohet. Por e hapësira publike, të sinjalistike të qes, të rrugë, që thash, në do shtrojmë me se bën si partitur asim, bën si partitur. Edhe rruga e re, që është tjerë, më duke se ishë njëri si për e vë, po i në zjarë. Ata të firmën bëjnë si partitur, se unë fakti kam djekur punimet, dhe një isha me ta. Por i thash unë para sa ditë e bërën partiturin, ne nuk dim fare për rrugën që është qabe e shtirë. Përvarezat e dini që unë mori një lloj vendimi, diçka nuk vetë. Gjirat rruga ka. Mos hapem më largë, se s'më lëti pasaj të hapem më largë. Se hapem, unë tërë në pravishtë. Unë t'i fora t'i ke po të ato problemet që ka... Ato opinionet që është dëgju atëhere në obor, të kujtojnë një talant të ta për një kanal që është i zënë, atje të ishë depa dhe kooperativës. Dhe tani që ka vajtur dhe ujë sjesi dhe ka hapur atë antera ho lidhje dhe të dire të fushës dhe ka blokuar edhe herë dhe bakën dhe në parcelë privatën. Tëra i kanal duhet pas të lojë. To është edhe në një tjetër kamaruar. Ne e një për herë se ta kujtoj prapë herë. Ti kujtoj prapë se këtu jam. Mirë faleminderit. Po, kaqësh. Edhe të opori shkollës duhet rregulluar. Ras tjetër tani ulet që... Po, Mos duhet dhe në usirë siriore, po është e shotuaj. po dhe usirë siri. Është aprovore, ati keni gjitha, dhe më në kokë më keni, mos. Se mos të shpishu kjo rruga kryesore më. Po e tha. E tha. Po e tha. E tha. Dhe do se më luan kanë. Kusë në me vitë në të gjevës, kaluam në 2 vjetë me gjithë ku pak ku shumë problematikat vazhdojnë të jenë pasi nuk regulojnë direkt. Ne me ndryqimin deri në 78% e kemi arritur mirë në fshat. Edhe pjesë të tjera urbane që janë problematika që në vijim i kemi para ato të gjitha, po duhet pa dhe një projekt në tuti. Ato që në shqetësojnë është problemi që kemi patur të kohën, e para me orari, një duhet të shënoj dhe këtë e jinde, në nëndë më thanë në orari, dhe këtu nuk e. Prisja komision që është njëtur për të ardhur në fshat, për problemet, me një person që kemi aty në fshat, të kryuara në vitë, dhe akome ai komision me një vendim o t'i lëmë ashtu si kemi lëmë. Pra, pa përgjigjësi, nuk di dhe unë si të silem, dëmi është kolosal këtë ditë pasi ka ngorur dhe bakti, dhe nuk e di kush do e baj këtë përgjegjësi, se është bërë dëm në kullota. Që është bërë dëm në kullota. Kontratat nuk janë bërë, dhe këshilli thanë ta marri fshati. Fshati që të bëj një denonci, duhet të ketë diçka të protokolluar nga këshilli. Për vetë vendosi ose vetë qeverisje të fshatit, pasi aty kemi parë abuzime kolosale. Dhe për këtë jam garant që do të pas denoncimin të prokurori, do të dalë shumë gjëra që do t'i mësoni dhe i mua. Prita komisioni një ditë, e lash 9 me 10 që do vini, në qoftë se do ishte dhe koha e mirë. Kanë bërë telefonatën
ose i kam bërë të screenshot ato, me 11 pa 20, keni dhe në detyrim, unë, dhe nuk mund të rinë shumë gjatë. Po këtu të këto buzinet kolosale, preso kolosale... Po i bje shkurt. Një drejtor mund të edhe një firmë. Për të caktuar X, me lejo të përfundoj. Për një kontratë toka e diku. S'ka nësi se kushemet, i huaj apo vëndalli, pa i huaj apo i vëndalli si edhe shqesim. Këtë vit naturist në mal, këmsor, alpin. Kishi shqesim, më vonë merdën, direkt. I kishi friksuar. Persona s'ka nësi këtu, ato janë kalzime në tjetër. Pra, në qofë se hedhë një firmë një drejtor, dhe të mbajnë përgjegjësinë për lëndët narkotike dhe për të tjerë. Se ven kryetarit, kryetarët e fshatrave u kërkojnë llogari dhe i futin ata brenda, nuk futin drejtor. Po flas për shumë gjëra. Edhe po flas për fshatin tim, sa di historikisht. Kishte një këshilltar ai mbreti Akushqir, kishte një taksa mbetësh edhe vende vetë fshati paguan me taksa. Sot drejtor, ku dy njërin tjetër. Po nga atyre në sa gjera dhe nuk pa, a i tjetëri do që t'i shesi fare. Ma drejtor të bashkisë për vjetë. Jodro? Për drejtor të bashkisë. Ka drejtor bashkisë. Nuk e di se qenë. Ne duam të flasim për shë që takojnë bashkisë. Po falmi, drejtoria bujësisë e vujtës. Jo. Se shli bashkisë. Qëhet sektor bujësisë. Qëhet sektor. Nuk kam drejtorisë. Filip Zëra që është aktualisht? Në këtë... Kryetar, sepse the këtu që janë bërë abuzime të Kortanit në momentin që ti e nxjerr ato fjalë. Këtu para këtij këshilli duhet të flasësh konkretisht. Tani që të flasësh konkret, të gjitha gjërat do t'i thuash konkretisht. Historikisht e një stegopoli. Fole. De facto. Thuaje pse ke. Në 2016. Po. Është marrë nga kjo bashki një vendim gjykate, që është de facto e njëjtur dhe ka njërë dhe kryetari këtë gjë, nga ish kryetarja, nga krenar Kuci dhe nga Filip Zëra dhe është bërë kontratë marri ka që vjetë që është dëmë ekonomik të shapi, që i kishtë të hajmëra që vjetë i shumit që me ato dhe bëjnë të punime në rrugë. Ju hajtë një fond fshati. Prapse kuptova, po është vendim gjyqi, është vendim gjyqi, po është vendim bashki, është vendim bashki, tani, të mos të... është marrë se këshu e bineve. Tani, unë... Cila kullor? Kullota marrë, kullot dimërore. Bi pyllim? Që nga mbi manastiri, dhe deri në me ndërën, me kurin e me shkëmin e ndërën, që gjuhet ati që është. Edhe kush e ka marrë këtë? Këtë e mori Luiza, ish kryetarja, krenar Kurti që gjojnë ata, dhe thanë edhe këni një pezora, dhe thanë që kjo është Thomas, keni punit. Është e bashkisë? Po pra, e kanë marrë këta, edhe nuk e kanë njëtur, iku kjo pjesë. Pjesa tjetër. Po të thonë diçka të këtë. Do më thënë, aktualisht sot kjo kullot ekziston në inventarin e bashkisë. Shumë, po, diçka të këtë. A është kontraktuar me qira? Po, për të marrë se ka të këtë zë... Parcela për shumë që ka në 57. Ka një provën brenda, edhe ndani me dikët tjetër. Unë paguaja x lek, pa ditu thakë që për nga kishtë dhe të tjerë në pronat. Unë paguaja për 57 x lek. Dhe handrit të tjerë, dhe se të vitë është e pa kontraktuar, dhe aji person që po shpytuzon ato kullota, po i hapa para, pagesë. Person po i hapa. A i ka dhja po zonë? Dhja edhe në kërë. Dhe po shpytuzon, kullotat pa kontrat. Se në bashkirë të tanë që do të marri fshati, më dërgua një komisioni erdi ku si pas orarit të tyre, ku ju në pinë kafe, në shojnë të shafshoan, dhe vinë orë 11, vinë gjithë të sepapur, por kam të divine se një. Dhe i lënë tralala, pa pagesa, dhe s'mund të kërkoj dhe unë diçka, kur fshati nuk ka pak bërë pagesa. Se s'mund të thomë kam dhe unë për të marë. Duhet të di nga drejtori bujësis, ka 10 vjetë që di unë, 2016 që ka fundu fondet me vësë në bashkritë. Sua ka fondë pullosot? A një flasim për së gopër? Po pjesë, një pjesë. A një hajtë pjesë edhe për ne pravishtë. A një flasim për... Unë do atë di pëse të gopër i shfundu fondë pullosot atë, në faktë, e këtë e lyshë. Sua ju. Tani ti se
Po duke të analizosh shumë, do analizosh se rrugë. Ti, do analizosh shumë, apo se rrugë. Ore, dua të di pse të mos jemi të barabartë. More le barazinë. Iku barazia. Barazinë ndërkohë ajo kreptak. Po pjesë të tjetër, në Këshill, kur vendosin partit, kanë pyetur neve në qoftë se do duhet një këshilltar. Ore ti s'kam një këshilltar që na përfaqësoj, të lutem tani. Po çfarë problemi ke? Po të bëjmë sa pyetje tani. Çfarë problemi ke? Vjen për ta bërë pyetje di këtu. Po çfarë problemi ke me kullota? Do flet për gjithë zonën, ç'keni ju? Çfarë problem ke me kullota? Me kullota të vllajja është bërë dëm tani. Po çini çdo jo, kush i ka dëmtuar, kush i përdor kullota? Ju. Ti ne më jo mos mrejme, unë s'kam ndërmend që të rifem atje. Ore ti kullota të ti fshati jo në shtit në kërcënim. Në kërcënim. Dhe këtë nënëson në polici. Po pra dhe atë do bëj. Si në kërcënim? Kuptim në kërcënim. Jo, këtë dua të di. Bashkia s'ka vendosur akoma këtu Këshilli, si do bëhet fondi kullosor në Stegopull. Në qoftë se unë dhe si fshatë ne kemi lënë që do ta bëjmë në pagesën dhe e dim neve si do ta menaxhojmë, dua diçka të protokolluar nga juve. Po çfarë do anë? Po kryp plak, ka mos e të jesh pak me qartë, i problem se zonë shumë problem. Ti do tani që të kontraktoj apo s'do? Më patjetër që të bëhet pagesa detyrimi ligjor, të bëhet në fshati. Personi që ka kontrakt ta pagoj. Personi që ka kontrakt. Se duhet të ti. Po fshati nuk dëshiron personi. Ka problemi si çfarë Në ka thonë ti mirë, prandaj se jam në linjë. Ajo që kërkojmë është dobimi i personit që kemi në fshat. Dobimi. Dhe nuk e kërkojmë. Po e mbaj duke zvaritur, sot të nesër. Tani ti do të bëhet ti ki të qesmon lupën në do të thonë shumë, mëma ime e ftiqë, është në fshatin tim, tjetëri ti ftesën e dhe në fshatin e tia. Fshatin tim është i ndonua. Ka që po të? Po ka që po të? Unë si kryetar në qofë se kam marrë këtë detyrë. Kam marrë të dyër në polici, para se të merja detyrë pasi e tine që kisha kod penal. Kush ka ardhur dhe ka zënë? Nuk ka ardhur, dhe kanë bajtur. Kemi kërkuar të bimin, kemi bajtur në policira, më kanë ngritur kurse, po ta thonë kështu që mos bësh edhe kryetar. Po lere ato historia. Po lere ato historia kurse. Çfarë kërkon ti nga Këshilli Bashkiak? Çfarë do? Çfarë do? Do që të quajnë, këtë quajnë fond kullosor të Stegopull. Jo, atë e morë të vëshipe. Unë kërkoj nga juve një të vendosni si do veprojmë dhe tutje për fshati Stegopull, për kullotat e fshati Stegopull. Po kullotat ai keni tuaj. Keni dokumentacion tuaj që keni në pronësi X kullot dhe është puna juaj? Si pronë është mali, të cilin në nëmë 10 është i Stegopull. Keni dokumentacion të tuaj? Kam sjellë këtu. Po keni? Po, vendim të katë të mirë. Lipe, pangrelu, se pina ka futu me një qërso plaki, mu se marrë vështë qatë kohë. Cili qërso? Mali në Stegopullit. Mali Stegopullit, ka prona? Mali Stegopullit ka 3 parcela kullosore. Po 3 parcela janë parcela, 3 parcela. Qa parcela me sipërfaqe më dha? Me dha. Me sa si projnë? 70 hektarë. Ha? 70 hektarë. 70 hektarë? Si 70, 300 është vetëm në... Janë 3 parcela, thash. Në malin e Stegopullit. Po. Është 50 e njështi, 50 e gjashta dhe 50 e teka. More levi pensione, moj dojë si përveja kullosore Stegopullit, ca në Verore apo Verore? Verore. Po kur dera i në vjenë, tani ku i ka, do të marim tani mondi, nga qemë ati dhe të vime. Tani ligji është i qartë. Jo, cili është i qartë? Që në dimër është dimërore dhe në verë shkullore Verore. Parcela dimërore dhe Verore bazohen në katërsimin Dhe njerë, është Verore apo dimërore? Ta them, është Verore apo dimërore? Gjysëm Verore, gjysëm dimërore. Gjysëm Verore, gjysëm dimërore. Parcela 58, është Verore apo dimërore? Qa qitë të dëgjuam, po, do flasë unë. Pa forë. Do flasë, po dhe të përshqipje. Kam barbuar. Është arsui ta i është dhe pak sarcani, po Verore o dimërore. Kam barë që e të
Dhe të fillon nga Lumi dhe të në Majmaj. A I tha një parcel konkrete? 58. Po, 58. Ajo është. Po qash, me rëna po pinurore. Është ka 1000 metra. E poshtë është pinurore ka 1000 metra. E ndarë. Po mi përse se hanin tjemë të fshatit për e hande personi i ardu. Tani më të gjokë. Por e fort do vetimo personi i ardu. Tu e va filani flasu. Po so ka përmu me emra. Tani një sekund. O, qa që ti thua protokoli? Po. Tani. Sa për parantez? Më falë, po kjo është mendim im dhe e kam personal. Unë që kur edhe në 2000, që administroja se dhe ste kopulli me gjithë pjesën tjetër, a I ishte pjesë ati komuniteti. Më falë të mbave, të lutem. Dhe a I kam gritur, unë basë nuk e kam qefë, shënë si ka, flasin personale është këtë tjetër. Tani, a I ka bërë një investim dhe ka ngritur një fermë në bazën e asaj kulote atje. Dhe në momenti që ne qohemi dhe themi që kjo është tona dhe kjo duhet I iki, kur a I ka kontribuar dhe ka mos gaboj mbi 20 e ca vjetë atje, hajde të gjeni gjuhën që t'i mbani të gjithë nga pak. Sa t'i pojogje kulotën, I që të shesi komplet biznesi. Në falë, jetojmë në socializm apo në Edhe njerë, jo. kapitalizm? Po tjetë për në kapitalizm nuk është kjo që kërkon ti. Se në kapitalizm është qohet lipja dhe nxjerra dhe merë e kontrakton si pas kritereve të tjera. Po ne thomi që ta mirë si shtorim të e dhe harore. Atëherë I bie që të qenë madhe të neve, të qenë I kanë djekët probleme të ata. të qenë madhe të bashkë një ose ka kërën. Këtë zgjidhemi. Kjo zgjidhet pasaj zgjidhi këta. Në momentin sepse këtu ne vajtëm 3 vjetar, nuk e disa vjetë vajtë kështetarë këtu. Je shumë mirë vëndim. Po. Ka një milion do ta japë. Çfarë si ka? Ne thonë, ja dhe kështë harta natyrore, se ra bora, ne tregoj dhe kur radhe kur ulla vëndin që është dimëlor. Dimëlor që të bëllofim. Të të bëj një pjellë konkrete të lutem. Në rast se kryetari bashkisë, në ardi thotë, që gjeni gjuhën duke e bërë dhe këtë pjesëtar të komunitetit tuaj. E gjeni gjuhën? Për me të tjerë nuk ka që këtë se të këpuzve për të më futur të më. Për ato ndonja u bëra kryetar, sepse ka rajtu person, është sëllurur, grua, ka e kuna në të kopës, Florika Poci, ajo e vajtë grues të kopës. Ka shabërgjuar të tjerë që ka pletë të ka rësi. Kjo së shpuna? Ato ka tjera organet të punë. Ajo ka mbarua. Në mos me një mërmi, me tjetër unë të ka gjeni që do të heqë, dhe në gjëse bashkira nuk, ose këta se dhe kur e rëndë në votime, premtimi, kjo ka qenë atë bjerë krarë. Që do heqët personi në fe. Do më të pasër jemi ne që sërë në fare për votime. Faleminderit. Ta kemi parësi si prenti për tjetë. Ta kemi si prenti për tjetë. A kujto dhe ti ke për njerë dhali dhe ta nga një. Unë atje ke shkelur ti pas e ati u e shkelur. Në këshimi ka shkelur tua këtë. Tani, kjo është një konflikt që ne kemi në përgjësin e parë që kemi qenë këtu në Moskva. Nuk e teo kryetarë dhe kemi diskutuar këtë gjë. Po, zëtë kryetar. Se mund t'i edhe një qikë tendenciozë dhe ka një qatë dhe të shkoj ka Vajti Filip Zëra Kenaku dhe Luisa Kogomandi I kontraktuar dhe atë këti personi për të nashtrënguar neve, dhe këto të fshatit, 3 vjeqare. 3 vjeqare. A I person Po lipja kurikën në shpi nga kalon. Mëra punë, ajo ore së dojë të pjesë. Me që jeni këtu në Lipova, I këndojmë ati Avniu. Avniu, qa pozicioni kishte kur vravo të... Asë gjithë kishte, pra të ke një pozit. Ure së së të rëgjim shka, kjo se e zëtëria ka I vërë. Unë duha në të Ato një kamë I tërë, ato të rukë në kamë. Janë për mire keni? E keni rëvuar. Të vjen në komision të sjarojë si musha. Edhe Lipe nuk e lanë të të mundu të gjëve të kryetari sepse po më thanë një opcion mirë. Lipe, të më komat mirë në komision. Të thash të morë në me
I ka në telefonat asë nuk e marrë, 11 pa 20 ka qenë e parë. Po të shërën dhe si ka në Ka në si se në orën 10 e qerek me i ka me bakti, pra ndaj që t'jemi korekt. Që dua të jem tani. Ti ti shumë i qerek, të shkri më se ato do të krasë në të kërojë. Po më më rajtuajti sa i do në ngatroj më këtë gjithë të vesh. Nuk ka libe djopro, libe mos më folë, bolsa e bëtësi guduletë. E ke marrë një analizë mojnë kaloti para praktisht të problem. Dhe në ke thënë që në punëtën në ndorë në djetor, i mbaron kontrata lagji Lukoli. Edhe në ke thënë që nuk do të përsërit atë kontratë. Nuk është përsëritur. Tani, ku që të në komplikim i disë fshatit dhe lagji? Tani, ka një keq kuptim ndërmjet fshatit dhe lagjit. Dhe jo për kullot, po për sjellje. Po lere sjellën kapme, o kullot, ore ti. Do të thua shumë, Qaci, që ka ngrën kullotat të gjitha. Po që ti pojë për kullot që është futur në tokat private, ka 3 vend që si paguan, edhe do më në shëti tani mua të më to. O Qaci. Libe, lasi gëllë, Nuk kontrollojnë unë atë se... Jo, se kontrolloni, kontrollojnë dhe si të ty që kam të marë, për fajsuar fshatin, për shto problemi jam unë. Nga i është dërtus në atë fshatin, vajet një ti. Jo, s'kam dhe Qaci. Ka thash të vish me kryetari, me marë atë ftua në atje, ka atë atje, do t'i lëmë shumë këtë të ti. Libe, Qaci, jo, mos Qaci, jo, pasë da ujës. Hape që dhe. Hape dhe. Dhe është tani qëtësohë, dhe hajde prapë. Ti, ku kemë bërmleve me parë, nuk e thënë, unë nuk do të përsërit më kontratën në lagji Lukolin pasi barë kontratën. Tani në rast se këta debatojnë për kullotat të lagje vazhdoni hapë në barë pashko, i zoti që duhet ta prenoje ti. A i ka për detyrë, jo të rije, për të vëjty në djeni. Dhe ti dalësh për zot problemit me fshatin. Mos alesh të grindet, mos alesh të debatojnë, po ti thuash lagje Lukolin, pavarësisht sa vjet ka, pavarësisht sa kohë ka bërë investime. Se lagji ka bërë investime për rrugën dhe nuk do të kalon dhe fshatin në rrugë. Ato janë investime të tjera për interes tjera. Fshatin nuk i duhet shumë se çfarë mund të bëjmë me interesat e mia. Fshatin i duhet që ti të jesh faktor i shkuarjes së konfliktit. Dhe lagji këtë duhet ta kuptojë. Dhe s'ka pse të kryeplagë kuptojnë me të drejtë e tij vërtet vit kërkoj të drejtën vetë dhe acarojmë në drejtë asa. Jemi rrugëzire kësaj pune, edhe nuk duam me tjetë të vishë këtu i atë, si tash, si këthe, bëjt këmët me bartë, bitë qizme, dili për zot dhe milja. Të vëndët dini kryeplagu, veri gjekoj gjera. Veri kejtë kuptimet, se kejtë kuptimet të të fshatat ka. Pipja këmëve atje dhe shkoj vizite se e ti, autori, edhe autoriteti kryesori pushtetit dhe ndër për të asirë, dhe jo për t'i bërë komplitet të kësa në këtë. Lërë. Si të gjitha fshatrat, në folëm për periudhën që neve kaluam, edhe fshati po në kalojt këtë periudhë, po pa problemet më dhaja. Ne problem kemi 3 lagje, të cilat kërkojnë një regullim të rrugës të tyre, dhe me të edhe me beton në qose do jetë e mërë. Sepse ato kanë vetur dhe kërkesa gjithmonë të përliqme i kemi për ato 3 lagje, dhe rrugën e Lorențave, nga projë e lartë të gjithë e keni tjenin, ajo është e shprishur dhe ka nevoj për regullim. Për një kanal anëtore dhe për beton të tjeri se është e mundë. Dhe problemi tjetër me dritat, kemi pasur dhe neve probleme, si të gjithë dhe qofët para polën të polën, po kemi një mundësi tjetër që nuk e di në qofë se mund të realizohet, ato pikat që janë atje poshtë e në poshtë fshatit mund të regulojnë aty afër kabinës, që dhe neve pse ta buajmë dënimin me zonën tjetër, se faktikisht zonë e madhe, Kogon, Zagorie, janë 3 zona bashkë,
mund të priten fikat atje dhe të ketë zona tonë këtej. Dhe me kalimin e kohës, nuk e di, bëjeni një kërkesë apo një mendim të tillë. Dhe sa për problemin e ujit, edhe ua kemi kërkuar dhe tjetër me këtë firmën që merrte drogun nëse do ishte e mundur, në favor do ishte edhe ndërmarrja, edhe ne si fshat do kishim ujë 24 orë, megjithatë ajo nuk u realizua. Tani ata kanë bërë një puset atë javë për fshatin. Po të keni mundësi ose po të ketë buxhet, bashkia mund të na ndihmojë me pak investim, duhet ajo vetëm pak tub edhe fshati tonë me ujë 24 orë, domethënë pjesa më e madhe e fshatit. Dhe në favor është qoftë ndërmarrjes, qoftë të gjithëve, sepse edhe neve fshati tonë 9 muaj të tëra me elektrofon punon. Shikojeni këtë vendim, duke ditë. Problem tjetër nuk kemi, edhe ndriçimi i dorë jemi mirë, po edhe rruga pak a shumë me kujdes, me ndihmë që na kanë dhënë në bashkë. Носят метрофорос на Стегополь. Нарой, хорош фамилия. Falë, zotë kryetar, po mund të ishte një qytetar që kishte një pyetje. Jo, them nga që mbledhja e Këshillit Bashkiak sot transmetohet live në rrjetet sociale dhe mund të ketë pyetje nga qytetarë të ndryshëm. Ndoshta mund të jenë bërë pyetje aty të Shariani. Jo se ka ndonjë pyetje që lidhet po themi me temat e diskutimit, është Ka drejt. Si të ndërpresim të ndërvjetë, se ke vati, ja doli kush ka për premtime, more vesh qytetarë. More vesh kush ka për premtime. Problemi është qytetari ndjek mbledhjen dhe ka drejt të pyetje. Po si do ndërpresim mbledhjen e Këshillit të Bashkiak, po e ke parë se jeti. Doli çaçi jashtë nga pandemia. Po, na këshilltar kanë njëri dhe një ashtu në adresë të vetë. Korki? Ne s'kemi një problemi është në fakt kryetar, të mbështesin kryeplejt, një dhe në atë që ligji i jep dhe i bën zot ata, janë ata zot. Atë kompetencë që kanë, ata ja jep ligji, ta mbajnë ata. Ne të mbështesim dhe të ndihmojmë dhe të dëgjojmë, sepse këta janë në teren, këta përballen çdo ditë me njerëzit, dhe të mbështesim në problematikat që ata që thonë të para Këshillit. Po atë po bëjmë, prandaj dhe kemi thirrur sot. Mirë, dakord. Të punë të mbështet. Nuk kemi thirrur këtë mos i mbështet. Ne para që të keve një sot të zyrë, kur të mblidhen që mos mblidhen qosheve, rrugëve ku t'janë e mundur, me gjemë dhe në fitim të vitit buxhetor, me buxhetit të planifikojnë, objekte shtetërore kanë çdo fshat. Atje dhe me pak punë t'jetë një zyrë atje dhe ku thirrën njerëzit për një hall, për një problem, mos mblidhen njerëzit as klubeve, as rrugëve, as ndaj as këtej. Nuk ka fshat që mos ketë institucione shtetërore. Diku është mbyllur shkolla, s'ka shkollë, diku ka gëmbate kulture, etj. Me pak punë të vjen në punto. Se jemi në urdo, po pino i gote në këtë shqa kokës pastaj. Dakor? Vënderi. Ka në një djetë? Unë dakor që këtë lasët i mbështesim, po kujtë po harroni para ca ditësh miratoj muajin e kaluar, miratoj buxhetin. Për vitin 2026. Edhe nuk e as edhe një kokër leku, për t'i mbështetur. Kemi lek, kemi materiale. Ta mbaroj. Kemi materiale. Jo, se fole do me hape që kështi shumë se ka mbaroj fushata. Kemi materiale. Tani, se këto janë se gjitha këto probleme që kritën këta, unë pretendoj do me gjë gjëra është vërtet shumë të vogla dhe ma do mëndja me pak impenjim përe. Po që të bëjë këto duhen edhe një fatur financiare nga mbrapa. Dhe unë i propozoj Këshillit,
nuk e di se sa po ta merrin konsiderat, se mbase ju duhet edhe mbledhje grupi për të marrë vendimet. Që ju mu thash mbase është dyshimi im, ç'keti me mua. Nëse ai kamera që ti kalon diku ka që vetë. I ka mbyllur në gjitha kërëshme. Si ka pa i mbyllur? Buxheti i deleguar, i pa harxuar, i vitit 2025, të kaloj i gjithi në 602 për shërbime në komunitet dhe 231. Të mos copëzohet më, sepse ndryshe ne kot që i thrasim këta kryetar fshatrash dhe kot që i themi tu dhe i dëgjojmë. Është herë e dytë që e dëgjojmë kryetarin e Sheperit. Dhe mua vjen turp, sepse herën e parë kërkoi dy gjëra që bëshin shumë kollaj dhe administratori mori ca gjëra përsipër. Që do merrte edhe dy materiale, do diskutoje me kryetarin për të marrë dy materiale dhe shqyr zotit fshati ngriti vetë ca me punëtorët që këti. Ca dhe me ustadarët e fshatit, ai mur do bëj. Muri po bëhet. Për arsye kohë po bëhet me pjesë. Okej, se me gjitha i ngriti kryetari prapë thamë, që nuk e di unë s'ka marrë më. Që rëndë si ka, aq më mirë, do më bravo i qoftë, pasaj, më falë mua dhe për polinkjesë. Por, problemi është që në rasën e nuk bëjmë të vepri financiar. Është e pa mundur që kryetarëve të fshatrave apo komunitetin e të kryejmë një shërbim. Me buxhetin që kemi kaluar në dhjetor. Unë këtë mendim kishte, dhe tjetra kishte më kryesorja. Kryetari Stegopulli ngriti një problem dhe vajti vite që është problem dhe për mua është një problem i agravuar. Ne nuk mund të hiqemi të bëjmë sikur nuk dim dhe të dëgjojmë lipe që vit për vit na gënjen për mendimin tim derisa akoma nuk e ka shuar atë problem. Ai problem ne të gjithë e dim, të gjithë jemi bërë të njohur këtu, të mos bëjmë sikur nuk e dim. Është një person i cili ka investuar dhe ka ngritur një fermën e tij personale, është një fshat që në kohën që ai ka ngritur fermën personale, fshati nuk kishte atëherë kapacitete blegtorale. Dhe kullota ishte e lirë dhe ky mund ta përdorte shumë lirshëm. Ama sot u krijua dhe u shtua kapacitetet e krerëve të hiptarëve. Tani duhet që zyra e bujqësisë ta marrë të bëjë një menaxhim, jo të shikojë sipas kileve të shelekve. Unë nuk e di kryetar, me lipe se pa mundur që të zgjidhet. Po e me përsipër për ta zgjidhur. Këtë probleme se Stegopulli në tjetër gjë, por unë mendoj që është një problem që do agravoj dhe hajde gjehet pastaj se ku tek fundi. Mos e merrni kaq me të qeshur, për mendimin tim sepse i kam parë dhe kam dëgjuar shumë gjëra aty lart. Unë këto kisha. Ka në një tjetër? Të gjuhën ta dhe gjithë kryeplot, kryesorët kishin ndriqimin, me mbatjen e rrugëve brenda rurale të fshatrave, disa mure rreth fustit për tokë të valezat. Nuk e di, i mbajtë shënjima të gjuhën të bashkisë, sepse dhe me i gjuhën. I timu po derisa në qofë se i din dhe nuk i bëjnë pasaj, është jetër një ajo. Unë veti kam vitur disa e problemi për punën ndriqimin, rrugëve. Duhet parë të gjera, ose pasaj në qofë se s'ka ndriqim sa fshatra, nuk është ndriqimi, le të përdojnë 2 tarifa për punë e pakesë. Ata që ka ndriqim të pagojnë më shumë, ata më pak, që të dhejmë tani. Po nuk ka, ose të pagojnë, ose s'pagojnë. Jo, nuk ka, në qofë se një dritë tu dhe një dritë është 1 kilometr, edhe ke që ndriqim pagojnë me gjysë, me tjetër tarif. Po, të që të dhejmë. Po prandaj, kështu që duhen parë të gjëra, jo, është diskutuar shumë në mbledhjet dhe ju, zoti kryetar, gjithmonë më keni kundërshtuar, nuk ka rëndësi fare, rëndësi ka që të... E ka me pullon, no? Po mu, pa që rëndësi ka më vete, ka në regullë e, ndaj e thamë, edhe ndaj thash dhe për 2 tarifa. Kush ka ndryqim tarif tjetër, kush nuk ka... Ose ha presionin ka ndi. Jo, nuk ka presion, po... Unë të medina, të shikojnë edhe televizi bashkia, edhe ndryshimit, edhe të fillojnë se ne punë e asaj, në qofë se është punë e asaj betonierës, ndoshta nuk ka ardhur ajo, po mendoj edhe unë nuk e di. Po jo, më teko ta bëjmë të mirë. Se kështu është tëmë.
vishë 100 e prapi ke veshë. Miro veshë heqi prapë, jo vi behari heqi në s'ka rëndësia. Tjetër. Edhe punë e saj atë Stegopullit. Lipe ka thënë 100 euro, këtë qofse se si do t'lipe, ka zidoj tjetër, nuk e di. Ai ka të drejtë si fshat. Ai nëse ka ndërën deri atje që s'ka patur. Sot që kanë ardhur të tërë. Në të vjen dhe i kufit ndoshta edhe ai ka i festuar edhe s'mund t'i iki dhe ai. Se edhe ai ka i festuar, ka 20 tjetër. Por ama ti tregoj diçka që deri ku edhe ai sa i takon. Jo të lëshohet fri ashtu et tuli. Mos e ka shëlegu më të djemë. Tjetër. Ndoshta nuk e di apo pjesë më Ka bëra. qetë më le të bëj. Ka njëri nga shqiptarët mos në vetëm me rak në një. Po. Are, ju falemderit nderuar kryetari. Ne jemi predispozuar që të shëgjeme që realisht ju i nditët, po që dhe ma domënja që dhe asë miska dhe bashkishë se një, e mira është që ne në bugjetin e arshme një pjesë nga këto janë kryesore që ju vërtet nuk keni si probleme kyqe, po dhe administratë e bashkishë si ka probleme, do të kërë mundësi që të bëjmë planifikimin e mundshëm që të japë mundësi dhe administratës dhe juve dhe ato probleme më kryesore, si të mos të bareza, po dhe ato të ujtë janë probleme që duhet të komunikojmë me ndërmarrjen e ujtë të pishëm, sepse vërtet zvaret nga ne, po në fundit Jemi aksioner. komuniteti dherën e bashkisë në bashkim njep ndërmarrjen e elektrikut apo ndërmarrjen e ujtë të pishëm e ku diun se çfarë ndërmarrje të tjera që janë si ndërmarrje që unë çfarë ndërmarrje që janë se si e ushtrojnë kontrollin ndaj tyre, se ndaj komunitetit që sa duket ato nuk japin llogari gjakmund, se për timin llogari i vetëm institucionet që ata duhet vinin të raportonin dhe që duhet vërtet të jepnin llogarisht e Këshillit Bashkiak, për të cilin e shpeshherë kemi kërkuar komunikim dhe relacion nga këto ndërmarrje, por me sa duket shteti ishte ndërtuar në formë të tillë që dikur jepin llogari në pushtetin vendor, sot janë autonom, japin llogari aty tek ata që emërojnë, apo tek ata që emërojnë dhe nuk japin llogari tek komunitetin në cilin janë taksa pagues njerëzit. Ata që pagojnë energjinë, që pagojnë ujë, që pagojnë infrastrukturën, që pagojnë detyrimet dhe taksat. Këtu për mendimin tim ndoshta edhe për mendim të komunitetit është një handicap që për mua kërkon një intenim tjetër, kërkon një mënyrë tjetër të komunikimi, sepse njerëzit e komunitetit nuk ditë derë tjetër përveç derës së bashkisë dhe derës së Këshillit Bashkiak. Me këtë atë, ne sa të mundemi do komunikojmë me Ai faleminderit gjithë vazhdojmë me kush do të ri, kush do të ri working e dini vetë agjendën e punës tonë. Are në rrugë shqiptar vazhdojmë me pikën e parë të rezidentës. Relacioni për organizatimin e raportit të vlerësimit të parashikimit apat mesëm, që të ardhur për ditën e 27 ashtu lista. Hajde kalon që mirë, ditë e mirë. Jeni mirë, ditë e mira. Jeni mirë. Me tje e kanë këndjunë që dhe, apo në gjithë. Po, Marcelo. Për vlerësimin e parashikimin e të ardhurave për buxhetin apat mesëm për 2027-2029. Hartimi i parashikimit apat mesëm të ardhurave është përgatitur si gjithmonë në mbështetje të gjitha ligjeve dhe udhëzimeve të taksave. Bëhet fjalë për raporti për vlerësimin e parashikimin e apat mesëm është mbështetur kryesisht në merit 34 për financat e veçërisë vendore, ku jepet më tonë për
të ardhurat për 2 vitet e para buxhetore, të ardhurat e vitit buxhetor dhe parashikimin e të ardhurave për 3 vitet e ardhshme buxhetore. Metodologjia e përdorur për parashikimin e padmesit të ardhurave është bërë bazuar kritereve të marra nga të ardhurat nga burimet e veta vendore të bashkisë, të cilat përfshin të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhurat nga taksat lokale, të ardhurat dhe tjera dhe të ardhurat vendara, të cilat dhe janë nga grandi të ardhurave personale. Në tabelën bashkëlidhur ju keni të përcaktuar parashikimin e të ardhurave për vitin nga viti 2024, i cili është viti i përcakton në vitet 2 vjet e para buxhetore deri në vitin 2029, të cilat janë planifikuese dhe orientuese për parashikimin e të ardhurave. Dhe në qëse doni të lexoj detajoj të ardhurat sipas çdo viti. Tanta bene do fare da esempio. Ata parashkruar në tabelet, në qëse doni një detajoj. Tabela që keni përpara qytetarët ka ndonjë pyetje në një? Jo. Keni një adresë? Tabelës? Po. Kjo e para thua të ardhurat nga burimet e veta. Ke parashikuar 48 për 2026. Jetë viti aktual. Po. 2026. 2027 thua 48. Janë 4.863.000. 2027 apo. Çu parashikojnë ta pse janë ulje të këto? Kjo është arsyeja e zbritjes, sepse vazhdoni me zbritje me shikoj. Nuk do jemi pa ishur me këtë. Sino? Ju thirr ku arsyeja cila është zbritja apo nuk ka largime çfarë është arsyeja e uljes së 4 miliard. 4 miliard. Atëherë, për detaje më të rëndësishme, duke qenë se unë parim nuk i kam akoma të objektuar dhe të realizuar të gjitha këto, dhe duke qenë se ti i përfshihesh që prej vitit 2024 deri te realizimi i vitit buxhetor që jemi tani 2026, po pyesim drejtorin e sektorit të ardhurave sepse ky parashikim, ky vetë janë bëri parashikim, se duhet të dim sepse parashikimi ka ardhur në ulje dhe në vijim. Hoxho, ti është do arsye cila është arsyeja që ulet, kupton? Do të thotë të parashikimet tyre për sebil. Nga burimet e veta, taksa e tokës, taksa e tokës pusore, taksa e tokës. Sa i përket shifrave, në 2024 apo 2025-2026 ka ardhur dhe në 20 milion lekë, dhe pastaj ka një zbritje, duke se këtu vinë dhe këto bizneset. Duke hi për shumë taksat e tëtë, duke hi edhe falje për shumë që bëhem shumë në basë të ligjit e këtojnë që janë për kjo familjarë, që janë pensionistë, që plosojnë kriteret edhe të ligjit e këto, duke shpone dhe një bizneseve ka rënë këto nga vitet e tjera, shikim më të ullë. Kjo është arsye. Kjo është arsye. Jo dhe mund të ndryshoj se parashikim është. Qartë më qartë. Nga fakti e kuptojnë në... Po që bërë një parashikim, ke bërë një parashikim, ke bërë disa gjera, ke disa gjera me laps, apo jo? Po. Kush ka pyetje të tij? Kujto ka i pyetje? Po shpejt sa ka dalë në bujë. Pyetja ime është që mirë keni bërë që parashikimet janë me rezerva, po mendoni se mund jenë realizueshme këto parashikime? Derisa ka me ullje, pse mos jenë, ka zhvatë, është në ullje. Do bëjmë ullim ne zakonisht, ullim dhe ata në krau tjetër të mos paguar.
Nga njështë dhe diferență viteve të kaluara. Plani dhe mos realizimi të taksat vendore, ne do bëjmë të pjekje tona, si zyre, të arritsim performansën dhe të arritsim nivelin e artëtimit. Sepse Këshilli ka falur kamata një herë, nuk fali më, do të vi puna prapë. Taksat e detyrueshme toka shfrytëzohet, të tjera zoj që shfrytëzohet, dikush që shfrytëzon taksat do mblidhen. Një formë ose një formë tjetër do mblidhen taksat. Që se realisht po i shërbehet komunitetit. Tani nuk ka marrë shpje Libova që mos paguaj taksën e tokës. Se po shërbehet, me xhate, me infrastrukturë, me mbjellje, me gjithë shka. Ja duke para artëtimet e vitit 2025 ne kemi mbyllur me tonë, tokën e kemi në nivel më të mirë. Këtu ta pasurojmë për të bëjmë analizën e vitit 2025. Analizën e të ardhme e vitit 2025 do të paraqisim gjithë. Ka pyetje tjetër aksionare? Kam një të kjo Po. Shok të 2024 në taksa në dërë testë bestoj. Dëvesa të reja. Ndikimin e 24 është 8.000, kurse 25-26 sa 24 atyja bashkë. Po nuk... Dhe vazhdojmë të 25-27 është sa 28. Po t'i përgjë. Shqipësia planifimet të bashkëpunim dhe me sektorët e tjerë, me sektorën e vazhdimit. Ska pas vjetar, ndërtimet e taksën në ndikimin e infrastrukturë, ku ndërton shtëpi. Po ku e di kisa do ndërtojnë qimë? Po kanë marrë e në qimë. Bas të lejnë plus nga legalizime, këto ndërtimet e reja. Shumë këtë vit parashikimin të kaluar. Si paguajmë taksën e qimë? Vetëm paguan dhe nga vitet, për shumë që nga 2018 që ka filluar ligji për taksën e ndikimin e infrastrukturë. Këtë që në vitet e ka paguar një kur ju ka ardhur të mbare. Për këtë vit për 2025 Bashim Marove, ka pyetje tjetër? Ke pyetje? Marove, ka një tjetër? Hajde, da miratojmë të parashikimin? Kush është dakord? Po, mirator. Në rregull. Vazhdojmë pikën tjetër. Son bir şey da. Buyur. Gjendja situatës pasrjeshjeve në territorin e Bashkisë Ligovë, masat e marra për përmirësimin e situatës. Kush e ka fjalën? Gazuar. Po. Shqyqyr, urdhëve. Se shqyqyr më urdhëve. Jo, me gjerë në mbledhje. Me gjerë në mbledhje, në terene. Se në ditë e shtu në ajë gjithë e pushim në terenit e në të. Vazhdojmë, pa. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, në vijim të situatës si pasojë e rreshjeve të dëmura gjatë këtij muaji paraqesim relacionet mbi dëmet e shkaktuara në territorin e Bashkisë Ligovë dhe masat e marra deri në këtë moment. Si pasojë e rreshjeve intensive në territorin e Bashkisë Ligovë janë shkaktuar dëmet së detyrueshme nga vështrimi i urave dhe shitjeve të verave, një nga dëmtimet kryesore është ura në segmentin Su Gryka e Seckës, e cila është dëmtuar nga vështrimi i urave dhe ka një dëmtim shumë në strukturë. Bashkia ka ndërhyrë me njerë dhe ka realizuar integrimin e urës të dëmtuar, duke të kryer lëvizjen e dakë sulmor, por me një tonazh shumë të ulët. Por arsye sepse atë kërkohet një ndërhyrje shumë për ta kthyer në gjendjen funksionale të gjitha tonazheve. Janë marrë masat, të gjitha ato janë përcjellë, të gjitha dëmtimet e agjinaturës dhe ato janë përcjellë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Gjithashtu janë identifikuar dëmtimet e agjinaturës në lagjen TQ Push,
Proi, për momentin e nuk e mbaj mundemin e Proi, po aty janë bërë evidentime rreth 50 metra linear të këtij Proi. Për këtë dëmtim dhe për gjitha këto sistemeve janë komunikuar vazhdueshëm me agjenci kombëtare ndërkombëtare dhe kemi raportuar të dhëna sipas kërkesave të tyre. Zona më të prekulla dhe më të dëmtuara dhe të konsiderueshme është në njësinë administrative Zlagori. Në këtë zonë janë evidentuar probleme të shumta, kryesisht rrshitje rrjedhash, dëmtime të rrugëve dhe dëmtime të banesave. Dëmet të konsiderueshme janë shënuar në fshatin Zhej dhe Dhira, të cilat aktualisht janë izoluara. Për momentin që flasim, janë është duke punuar, duke observuar më poshtë për të zhbllokuar aksin rrugor. Rruga është e dëmtuar rënd nga rrshqitja e derave dhe shpatave të malit. Aktualisht ne kemi komunikuar vazhdueshëm me RTMC dhe prefekturën dhe po pritet që të zhbllokohet kjo. Në fshatin ka filluar, në fshatin Topot është konstatuar një bllokim i pjesën, se relacione kemi bërë jam e kaluar neve dhe për arsye se në fshatin Topot është hapur aktualisht rruga, është zonë funksionale. Si pasojë rrshitjeve të dhëna anësore, po ashtu dhe rrshitjeve ka pasur dhe dëmtime në fshatin Oshter. Por rruga është